Të dashur demokrate dhe demokrat, opozitar dhe opozitare, qytetare dhe qytetar të Tiranës, mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, ju, burrave dhe grave fisnik, njerëz të mrekullueshëm, që e keni bërë sot këtë shesh më të bukurin e Shqipërisë, më të bukurin në Europë. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta kandidatëve të Aleancës së Shqipërisë Madhështore, të rinj të reja, burra dhe gratë, krenaria jonë, krenari për kombin. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta Zotit Krislas Sinita, kryetari i Komitetit Partisë Republikane, bashkarkitektit të rikthimit më të madh, më të fuqishëm, më të jashtëzakonshëm në historinë e njerëzimit, rikthimit të presidentit Donald Trump. Në jetën time kam mbajtur shumë fjalime, po sonte jam më emocionuar se asnjëherë kur shoh ju, njerëz të lirë, burra dhe gra fisnik, që i keni dhënë sot këtij sheshi energjinë, entuziazmin e fitores sonë. Shqipëria madhështore është Shqipëria e shpirtit tuaj, është Shqipëria e dashurisë tuaj për te, e dashurisë për familjen, e adhetarisë tuaj, e idealeve të lirisë, njerëz të lirë. Imagjinoni për një moment krahun tjetër me patronazhist me Katar. Imagjinoni shqiptare, imagjinoni nesër krahun tjetër me patronazhist me Katar. Imagjinoni Edi Ramën, që ka në krah Elion Velin, ka në krah Qyrben, ka në krah Ilir Beqen, po ka dhe në krah Pristi, ka në krah Mek Gonigalin. E sa shumë e presin. Edi Rama, sonte e ketë vështirë natën. Miqtë e mi, kjo është një natë ndër më të veçantat, sepse sonte ne vim këtu për të nisur betejën tonë, betejën e fitores, betejën e
Shqipërisë madhështore. Betejë në të cilën Shqipëria ngrihet përsëri. Këto vite e keqja e vuri para vendin tonë. Këto vite, 12 vite ishin për Shqipërinë, vite të shkretimit të saj nga bijtë dhe bijat. Ishin vite të varfërimit të saj, ishin vite në të cilat regjimi i narkosve të Tiranës dhe mafia ndërkombëtare bëri gjithçka që të fshi nga kujtesa e këtij kombi veprën tuaj të pavdekshme Shqipërinë pluraliste, bëri gjithçka të fshi nga historia e këtij kombi arritjet madhore të Shqipërisë në rrugën e lirisë, bëri gjithçka të fshi nga arkivat e këtij kombi kontribute se cilit prej jush për dignitetin kombëtar dhe lirinë kombëtare. Bëri gjithçka ju të mos kishit as emër as flamur, po ja ku jemi sot me flamurin ton, më krenar se kur me ju. Ja ku jemi sot, të bashkuar si asnjëherë. Ja ku jemi sot, të ngritur si Feniksi nga hirin zenit, për shkuar drejt fitores. Miqtë e mi, ne mbledhemi sonte me një vështrim të ri për Shqipërinë, me një betim solem para saj. Për ta nxjerrur atë nga kthetrat e këtij regjimi, për ta rikthyer atë, për të rikthyer tek ajo projektin e ëndrave të trive të saj, djemve dhe vajzave, ëndrave më të bukura. Të dashur miq, 12 vite ishin vite të rënda për çdo shqiptar. Sot, një në 2 familje nuk ka një fëmijë në vatrën e vet, por e kanë rrugë të botës. Sot, 700.000 pensionistë qajnë pothuajse çdo ditë me lot të ftohta mjerimi. Sot, mira smur nuk marrin ilaçet dhe mbeten në mshirën e smundjes në shtratin e spitaleve tona. Sot, qindra mira familje shqiptare nuk marrin më drejtësi. Sot, qindra mira biznese falimentojnë njëra mas tjetrës. Qindra mira vende pune shkatrohen nga narkoeurot e trafikantëve të Edi Ramës. Sot, sirenat e ndryshimit, sirenat e alarmit për ndryshuar Shqipërinë bien në të 4 anë të dheut. Sot, Shqipëria pret me padurim ndryshimin e madh, pret me padurim projektin e madh, projektin më të bukur që ka njohur në histori, projektin e Shqipërisë madhështore.
Miqtë e mi, këto ditë, këte muaj, në këtë fushat, ndeshen dy botë, ndeshen dy filozofi, ndeshen dy projekte. Në njërën anë, janë ata të cilët e sollën Shqipërinë në 12 vitën këtë ditë. Në njërën janë ata të cilët e grabitën dhe e paçkitën Shqipërinë dhe shqiptarët sa asnjë pushtim tjetër në histori. Miq, Shqipëria është e smurë. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. I të merruar nga e vërteta, i të merruar nga transparenca, ka 2 muaj që është ngujuar në zyrë, ka 2 muaj që flet me vete, ka 2 muaj që ka frikë. Por miq, u përpoq me çdo mënyrë, u përpoq me gjithçka, me arrestime, me korupcion, me përçarje, me çdo gjë, që Shqipëria të mos kishte opozit. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur. Edi Rama, Edi Rama, vazhdon avazën e vjetër. Edi Rama, vazhdon mashtrime, shpifje, trillime. Por, për 12 vite shqiptarve, nuk u tregon gjë do t'i vepër, sepse kudo, ka vjedhur dhe vetëm ka vjedhur. Luftë e tij me Partitë Demokratike, trashëgiminë e saj, është luftë e Don Kishotit me mullitë e erës. Çfarë do që të thonë dhe çfarë do që të bëjnë. Kjo parti është parti e pluralizmit politik. Ky flamur është flamuri i pluralizmit politik. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që përmbysin diktaturën komuniste, vendosin demokracinë dhe ekonominë e tregut. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që antarësojnë Shqipërinë në Këshillin e Europës. Është parti që antarësojnë Shqipërinë në NATO. Është parti që nxori Shqipërinë nga terri dhe errësira. Është partia që çau malën bashkoi kombin me rrugën e kombit. Është partia që dyfishoi rrogat, pensionet dhe nxori Shqipërinë nga humlera e varfrisë në grupë të dhënë me të mesme të mesme të larta. Kjo parti është partia që liberalizoi vizat shqiptarëve, sukses të tyre të jetës i nxorën nga izolimi evropian. Kjo parti
është partia projekte të mëdha, më të mëdha në historinë e Shqipërisë dhe në më të mëdha në rajone me gjërë, etapit dhe vollit. Miqtë e mi, kjo parti ka paraqitur para shqiptarëve një program në të cilën jo më vepra të caktuara, por Shqipëria e tërë do të jetë madhështore, madhështore, madhështore. Edi Rama, me propagandën e tij, përpiqet nga mëngjesi gjerëndark, i qanë hallin Kalorshit se i varen këmbët, i qanë hallin Sali Berisht për vitet e tij. Tani do t'i them këtu para jush. Edvin, vitet e Sali Berisht janë që të gjitha vite bio. Janë vite bio. Dhe tiu që i bëre me lakejt e tu, të gurë se Sali Berisha, del sot para shqiptarve, si politikani më i pastër, që ka njohur Shqipëria dhe me gjërë. Edvin, në atë vetin për të cilin nuk e nise përsi e nise, por mund të them se ndër më bëre, u tregove shqiptarve se ku qëndron forca e pathyeshme e Sali Berishës. Miq, për sa i përket moshës, ju garantoj që ajo se ke njohur ju po unë më mend, ngjet jo me gramozin, por me gjyshin e Gramozruçit. Ndaj dhe nuk e ditë se ti vjedh gjithë ditën, po forca e burrit matet, fuqia e një burri matet, me dashurinë dhe pasionin që ka ai për të ndihmuar shoqërinë, kombin, vendin e tij. Nuk jam kthyer unë për pushtet. Jo. Unë kam qenë në pushtet dhe kam lënë ato që ti kur si shuan dot. Nuk jam kthyer unë për para. Jo dhe jo. Shqiptarët e panë se cili ishte vetimu i Sali Berisht. Nuk jam kthyer unë për luks. Jo dhe jo. Dije, në moshën time, kur unë kam ardhur në këtë stad të jetës, këtë eksperiencë, të dashuri, këtë respekt që kam për njerëzit, duhet t'ja u kushtoj atyre, duhet t'ja u kushtoj fëmijëve të tyre, duhet t'ja kushtoj këtij projekti, që po pushton çdo ditë më shumë zemrën dhe mendjen e tyre. Duhet që së bashku me ta, ashtu si që përmbysën diktaturën e baballarëve tu, ashtu si që vendosën tregun dhe demokracinë, ashtu si që antarësuam Shqipërinë në NATO, ashtu si që transformuam Shqipërinë, të ndërtojmë tani
Shqipërinë madhështore, Shqipërinë më të bukur, që shqiptarët kanë patur të historinë e tyre. Ndaj dhe ne këtë projekt do të nisim jo me patronazhishin si që njës ti, jo me ata ministrat atë klanin të nda oligarkët që malë për rreth vjedh dhe pjaqkit me mënyrë të pamëshirë këtë vend. Po do të nisim me ata që rrugojnë kafshatën. Do të nisim me ata të cilët qajnë me lotë mjerimi. Do të nisim me ata 750.000 burra të cilët i ke katandisur. I ke katandisur si as kusht tjetër në Europë. Do vendosim minimum jetik 200 euro për çdo pensionist, për çdo student, për çdo papunë, për çdo ndihmë ekonomike. Ne jemi partia e rritjes dhe dyfishimit të rrogave dhe pensioneve. Ne do i rrisim dhe dyfishojmë ato. Vetëm në këtë mënyrë, ne u rikthejmë familjeve shqiptare, të cilat janë të shenjta për ne, u rikthejmë dignitetin, u rikthejmë shpresën, u rikthejmë besimin tek vetja, familja dhe Shqipëria. Shqipëria e punës, Shqipëria e njerëzve të paguar, Shqipëria e njerëzve që prodhojnë, Shqipëria e njerëzve të suksesit, është qëllimi i projektit tonë. Da edhe unë jam këtu për të zotuar para shqiptarve se qeveria do të vendosë mbi ta taksat më të ulta që ekzistojnë në Europë dhe në botë. Në mënyrë që ju, me të mundin djersën tuaj, të begatoj, të mkëmi, të pasurohi. Miqtë e mi, nuk ka një vend të dytë të pasur si Shqipëria. Nuk ka 28.000 kilometra kator që të ketë pasurit e saj prallore. Sot, ato të shfrytëzohen nga Edi Rama dhe oligarkët e tij, një lloj si sistemin më tegër kolonial. Nesër, ato do kthehen në pasuri për ju, për fëmijët tuaj, për Shqipërinë madhështore, për Shqipërinë e të ardhmes. Pastrimi i shtëpisë, edhe një herë, Zoti e do Shqipërinë kur ne të pastrojmë atë. Zoti vjen në shtëpi kur ne ta pastrojmë atë. Ndaj dhe ju garantoj se zero tolerancë ndaj korrupsionit do t'jetë motoja jonë. Të dashur miq, njeriu i lirë, njeriu i punës, njeriu i ndershëm, nuk ka armik më të egër se korrupsionin e qeveritarëve të tij. Korrupsioni vret mundësitë e të rive, vret mundësinë e njerëzve. Korrupsioni mbjell krimin dhe pasigurinë. Korrupsioni mbjell skamjen dhe varfrinë. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve
se zero tolerancë ndaj shpërdorimit vjedhjes pasurive tyre, parave tyre. Jam këtu për të dhënë fjalën shqiptarëve se auditi i përgjithshëm i narkoshtetit do u rikthejë shqiptarëve qindra miliona euro më shumë të vjedha prej tyre. Jam këtu para jush për të zotuar se organizatat kriminale kudo që janë, në Shqipëri, në Aruba, në Dubai, kudo të ndodhen, do vendosen para ligjit në Shqipëri dhe bashkë me ta, ministrat kriminal, ministrat hajdut. Ligji dhe vetëm ligji, të drejtat e qytetarëve, shteti ligjor, janë dhe do mbetën motoja jonë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore është vetëm Shqipëria e ëndrës së këtyre të rive. Ndaj dhe Shqipëria do jetë madhështore atëherë kur ta shtrojmë ne këtë në epicentër të teknologjive më të larta. Kur ta vendosim Shqipërinë në trenin e revolucionit teknologjisë së lartë, ta shtrojmë atë në epicentër të data centrave, të inteligencë artificiale, të blockchain, kriptokarense dhe kriptomonedhave, të internetit 3. Pra, a mu t'i bëj këto njëri që mbyll TikTokun? Ky burrec 2 metra i gjatë ka frikë nga trit, ka frikë nga teknologjia, ka frikë nga rinia. 11 maj është fundi i tij. E përsia, forca e jonë janë të pakrahasueshme me krahun tjetër. S'ka të krahasuar. Ata janë peng të shpirtrave të tyre me Katar. Ata janë peng të dosjeve të tyre. Ju lutem, krahasoni pak këta deputet me Lubit, me Dabjan, me Bushkat, me Dushkat, me radhë. A kanë të krahasuar? S'kan asnjë krahasim. Po ndalemi diku tjetër. A nuk menduar se na zhduken nga faqja e dheut dhe ja ku jemi sot? Të fort, më të fort se kur. Sepse ne jemi njerëz besimit. Të besimit të vlerave, të besimit tek liria, të besimit tek familja, të besimit tek Shqipëria, të besimit tek Zoti. Njerëz të besimit janë njerëz të pathyeshëm. Njerëz të besimit janë njerëz të pamundurave. Ndaj miqtë e mi, 30 ditë kanë mbetur. 30 ditë kanë mbetur. Dhe të harrojmë lodhjen. Dhe të lamë me një anë lodhjen. Dhe të lamë me një anë gjumin.
dhe të lanë me njerë dëfrimin të gjithë të fushat nga mëgjesit darë. Kjo rruga drejt fitores, rruga duke trokitur çdo menje dhe çdo zemër, duke takuar çdo të njohur dhe të panjohur, bindur se Shqipëria madhështore nuk është një program për pushtetin Sali Berishës. Nuk është një projekt i veçantë, është një projekt për çdo shqiptar, demokrat i pa parti socialist. Është një projekt për çdo atletar. Është një projekt për çdo njeri që i thot ditetit dhe lirisë të ri ditet. Çfarë po kërkojmë ne? Po kërkojmë që Shqipërinë ta bëjmë të jetueshme. Po kërkojmë që Shqipëria të krenohet me prodhimin e saj. Po kërkojmë që qytetarët e saj të ndërtojnë ëndrrën në Shqipëri dhe jo të ndrojnë të ikin nga Shqipëria. Ndaj dhe le të bëjmë ne këtë muajin e përpjekjes të jetës sonë, muajin e vendimeve më të rëndësishme të jetës sonë, muajin për të dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve fitoren. Me 12 maj të mlidhem në këtë shesh, të festojmë së bashku për Shqipërinë, për Shqipërinë madhështore, për Shqipërinë që meritojmë. Njëmbëdhjetë maj është ditë e votës lirë. Të dashur miq, sirenat e votës së lirë shqiptarëve po bien në të gjithë Europën. Një javë në mbar Europën u goshdua Edi Rama, u goshdua Larko Shteti, zotimi solem, se shqiptarët do votojnë të lirë, dhe unë i them Edi Ramës, mos prek votën, se në mënyrë absolute, mbi tokë vend nuk do kesh. Jo. Jo. Largohu me vot. Largohu me vot, se i ke bërë të këqia të mëdha këtij vendi dhe këtij kombi. Po iken me turp, si e keqja me madhe, pas e në vërhoqë në historinë e shqiptarve. Ndaj dhe i përshtes të gjithë ata socialistë që kanë vendosur të bashkohen me ne, i përshtes të gjithë shqiptarët, që së bashku Shqipërinë e dhimbjes ta shtrojmë në Shqipëri normale, Shqipërinë e qetë, Shqipërinë e gëzimit, Shqipërinë e varfërisë në Shqipërinë e mirëqenjes, Shqipërinë e dhunës dhe terrorit politik në Shqipërinë e lirive politike, Shqipërinë e zhgënjimit dhe dëshpërimit në Shqipërinë e shpresës dhe të besimit, në Shqipërinë e të ardhmes. Rrof shiu, rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.